Semir Visha është një nga avokatët më të mirë në vend. Ajo që e dallon nga kolegët e tij është fakti se ai nuk trembet se kë ka përballë, por thot gjithmonë hapur atë që mendon. Kohët e fundit, avokati nuk është parë më në zyrën e tij dhe as në dyert e gjykatave. Ka qenë një miku i tij avokat, ai që ka treguar se çfarë po ndodh me Samirin. Ajo që lexojmë në rreshta nuk është as pak një lajm i mirë. Miku i tij shprehet se Vishaj po kalon një moment shumë të vështirë në jetën e tij. Prej një muaji ai është në koma, ku po qëndron i intubuar. Mjekët kanë bërë të pamundurën, familja po i qëndron pranë, por në fund të fundit ajo që thon mjekët në lidhje me këto raste është se shpresa më e madhe mbetet te Zoti. Këngëtarja Elsa Lila avokatin e ka daj dhe kjo situatë ka tronditur pa mas. Elsa kur ishte adoleshente ka humbur maman dhe daja për të është një figurë shumë e rëndësishme dhe mbështetje e fortë në jetën e saj. Zemra e Elsës thot se daja nuk do të dorëzohet. Ai do ta kalojë këtë moment të vështirë, ashtu sikur se ka kaluar shumë fortuna në jetë. Familja, kolegët e miqt luten për avokatin që të rikthehet jetës normale, pasi ai mungon korridoreve të gjykatës, klientëve, familjes e miqve. Historia e Semir Vishës na prek të gjithëve. Një njeri i drejtë, i fortë dhe i pandalshëm, sot po përballet me sfidën më të madhe të jetës. Të gjithë lutemi për shërimin e tij. Çfarë kujtimesh keni ju me avokatin? A keni patur ndonjëherë rastin që ta dëgjoni apo ta takoni nga afër? Shkruani mendimin tuaj në koment. Ndajeni këtë video dhe bashkohuni në lutje për shërimin e tij.